Dhe para se shkojmë te Ramsi që ka deklaruar nga Izraeli vetëm pak ditë më parë, ku ishte në një vizitë zyrtare në Tel Aviv, së bashku me presidentin izraelit Herzog, ka deklaruar Hamasi është një lloj nazizmi i ri, ka thënë. Para se të tyja fjalën për këtë gjinish, Sebastian, më vjen një mesazh tani që më duket interesant ta lexoj. Një opinioni një prej ekonomistëve më të njohur italian, Giulio Tremonti, Sebastian, mbi çështjen e tarifave. Giulio Tremonti quhet, po. Të ashtu quajtura tarifat të Trump janë shenja e qartë se globalizmi, aty tha Gjinishi, siç e kemi njohur, është drejt fundit. Kjo është një masë shumë agresive dhe ideologjike që vjen si reagim ndaj dekadave të humbjes së prodhimit dhe vendeve të punës së perëndim. Jemi në një moment historik ku po lind një botë e re shumë e komplikuar. Ky ndryshim i madh ekonomik mund detyrojë dhe Fedin, pra Bankën Qendrore Amerikane, të unë normat e interesit për të stimuluar ekonominë vendase. Kjo ka kaq kohë që thuhet, po është teknikë e Trumpit kjo, sepse tani borxh, më fal ta ndërpres. Jo, kjo s'ishte për debat, sepse ne tani jemi këtu në një fabull tjetër. Ishte thjesht për ta kjo është artikuluar shpeshherë në Amerikë, për ta thënë për 1 minutë për gjithë qytetarët që na ndjekin. Teza është, ky është fundi i neoliberalizmit që erdhi me Reaganin me Thatcherin, që një korporatë është më e madhe se një shtet. Pra, Elon Musk është më i pasur se gjithë Evropa lindore bashkë. Kjo është një nga tezat që thuhet. Në krahun tjetër kemi uljen e normës interesit që kërkon të bëjë Trumpi, duke goditur tregjet, për çfarë arsye? Afati i maturimit të një borxhi publik amerikan është $33 trilion, afati i maturimit të borxhit tani që flasim është 8 trilion, mos gabohet, një borxh që do lahet 8 trilion. Ky merr aktualisht që flasim borxh me interes më të ulët për të larg të borxhin tjetër. Pra një teknikalitet i cili në vetvete nuk është se ka ndonjë logjik të madhe. Dhe Jeremy Powell i të Fedit këtë i tha, ul normat e interesit tani që po flasim. Faleminderit Sebastian, ndërkohë e ke Ledio videon e Ramsit në Izrael? Do të kesh një sinkron, më duket. Hamasi nuk është lëvizje rezistence. Hamasi janë nazistët e shekullit të ri. Dhe historia na ka mësuar se me nazistët nuk ka paqe, me nazistët nuk ka kompromis. Hamasi. Po pra, tani i Gjinish, por të evituar këtë gjuhën e drunë që përdoret zakonisht në për çdo studio televizioni nga njerëz publike të tjerë, që kështu duhet folur sepse ai ishte në Izrael. Mund më thuar, Ramsi e njohim të gjithë, nuk është se ka problem të ndryshoj mendje. Është pak a shumë si Trumpi. Është kameleon. Një gjë që thot tani pas 3 ditësh mund ta ndryshoj, pas 6 muajsh po, pas 3 muaj pra. Se thua, çfarë halli ka që e bën Rarat tani? Se kjo nuk është thjesht një qok, mendoj unë. Nuk besoj se është një qok. Po të shohësh reagimet për shembull e shumë shqiptarëve nëpër media, nëpër gjëra, reagimet janë në masë 90% janë kundër Ramsit. I thon, çfarë nuk i thonë, shajnë rënde, kupton? Me sa duket, është e solidariteti midis myslimanëve, që si mund të flasë ky kështu për Gazën. Unë besoj që është kjo, përveç pjesës humanitare. Nuk është vetëm religjioze. Po, kam përshtypjen se në thelb është ajo. Kriza humanitare shumë e madhe. Por, Gjinisht, a mund ta trajtojmë politikisht, të lutem, ti si e mendon? Më jep 2-3 hipoteza, sepse ne nuk kemi asnjë. Dakor. Asnjë gjë në dorë, nuk kemi prova, po. Çfarë halli ka ky morbu? 2 gjëra çani. Mendoj. E para njëherë që janë në konflikt me njëra tjetrën. E para njëherë ky është në një fushat dhe flet për pasaportën europiane 2030. Të lutem mos bilancin e jam komplet brenda. Ri këtu, jo do të kuptoj pse në këtë moment ky duhet ta quajë Hamasin nazist. Edhe nëse ka drejt më. Ja brenda. Edhe nëse ka drejt, ajo është ajo organizatë terroriste. Jam brenda. Por pse do ta thoshte, nuk ishte i detyruar. Pra, e detyron kush është mbrapa më vallë, i thotë ti duhet ta bësh deklarat tani, se duhet ne. Çani. Dhe jo vetëm Ramsit. Me siguri të gjithë ata që vjen në Izrael do të thonë të njëjtën gjë. Kjo mua më intereson. Do të kuptoj logjikën e Ja pra më lejo ta them. E kulisave. Me dy këndvështrime. E para, bie kundërshtim me tezat reale që bën Rama. Pasaporta 2030 nuk ka të bëjë me politikën tonë brendshme. Na i ndan ekranin në 4 copë. Ka nevojë, siç ëndave djesi, ka nevojë për një unifikim të politikës tonë të jashtme me politikën e Unionit Evropian. E vërteta është që Netanyahu nuk shkon dot në asnjë vend Bashkimit Evropian. Netanyahu akuzohet për krime kundër njerëzimit, ka një mandat arresti, nuk ndalon dot në Francë, në Itali, dhe arrestohet. Po edhe? Nuk shkon ta vizitojë askush, është izoluar. Rama e ka renditur e para një herë që bën një autogol tek vetja vetë, thash, sepse përplaset me BE-n në këtë rast. E dyta,
Jo, se bëja, nuk ka dalë kundër Izraelit. Edhe njerë, nuk ka dalë kundër Izraelit, po nuk ka asnjë lider europian që të shkoj takoj Netanyahu ose ta pres Netanyahu. Ishte në Ungari pra tani Netanyahu nuk ka arrestuar. Ja do vi pra, po mblet ta mbaroj pra, do vi. Mos eksagjero. Po do vi, vetëm ai e bëri. Vetëm ai në Hungari dhe i dyti e bën Rama. Pse? Se ti kujton se vi Netanyahu në Itali do të arrestoj me nonë. Një minutë. Ai i Hungarisë është i djathtë. Dhe është pothuajse trampisti vetëm në Europë. Ta thasi shembull, po nuk ka rënd. Jo, vetëm ai është. Çdo të thuash të lutem. Është sakt. Rama po mundohet krijojë një staturë sepse është prak zgjedhjeve. Me gjithë ato hallet e mëdha që ka gjysmën e qeverisë brenda dhe gjysma tjetër pritet, po mundohet krijojë një staturë dhe të gjej të afrohet tek miqt e atij që do bën ndryshimin, tek miqtë e Amerikës. Miqtë e Amerikës tani nuk janë miqtë e vjetër të Edi Ramës. Trumpi nuk ka lidhje me kauzat e miqve amerikan të Ramës para zgjedhjeve të fundit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Sorosi është shpallur nga armiqtë e Trumpit, por edhe miqtë e Sorosit janë armiqtë e Trumpit. Kështu që në këtë kontekst ai po mundohet të ndjek një linjë të tërthort midis shumë linjave të tjera për t'u afruar për me shtëpinë e bardhë. Ka shumë zëra dhe ne nuk do merremi me teori konspirative, pse nuk ikëm, se s'mori pjesë të inaugurimit Trumpit e tjerë. Po e vërteta është kjo, që ky po mundohet maksimalisht të afrohet me shtëpinë e bardhë. Dhe kontakti ose vizita në Izrael ka këtë qëllim vetvete. Që të shfrytëzoj. Pra nuk është për zgjedhje, nuk është për 11 maj. Po jo, kjo ka dëmtuar, ka një peticion online që ka filluar dje, ka shkuar me mira. Po Izraeli është anti-elektoral në Shqipëri, karta e Izraelit sot. Po sigurisht pra, sigurisht. Patjetër, po çfarë e bën pra Ramsi? Nuk e bën për zgjedhje. Jo, e bën për të marrë mbështetje ndërkombëtare, se zgjedhjet Rama i ka zgjedh. I ka mbaruar. E legjë po tamam. Zgjedhjet i ka mbaruar i vëlla. Ato njerëzit që i morën zgjedhjet 2021 janë aty. Bëj listat si duash ti. Ato grupe kriminale janë aty, organizatat janë aty. Dhe gjithë problemi, dhe të lutem, në qoftë se të kujtohet, njeriu i cili legjitimoi zgjedhjet ishte Yuri Kim. Të kujtohet apo jo? Tani nuk e kemi, ta përresi det lutem. Tani nuk e kemi Yuri Kimin. Më vurte Sebastiani molet, jo, fu Sebastiani poshtë, që duket tamam që shoh. Tani nuk e kemi Yuri Kimin. Dhe ai për të pasur njëri Yuri Kim është i aftë, është i gatshëm të bëhet më sionist se sa Theodor Herzl, po mos e merrni aq seriozisht, dhe ju muslimanët që bëri të tilla gjëra, se nesër Rama shpall religjion tjetër, është si Skënderbeu me religionet. Sigurisht, patjetër. Nuk është simbolike religjioni. Po nuk ma the pra, nuk na i the tamam gjinisht. Thjesht po gjuan korridore dhe po mundohet shfrytëzoj lobingjet izraelite që janë të pafundme për të krijuar një korridor tek shtëpia e bardhë. Ashtu sikur se tentoi me 1 minutë, ashtu sikur se tentoi me 100.000 palestinezët. Tentoj me 100.000 Mua te Sebastiani le dijoj që sepse ndryshe me vetë koka kështu dhe unë nuk e di se në këtë rast duhet shifni drejt pra. Do shohim ekranin. Po, se gjinisht do të shohësh ekranin. Do lëvizje i ndrojmë. Do shoh njëri tjetrin që të komunikojmë nëpërmjet ekranit. Po. Okej. O gjinisht, jo pyetja ime është kjo më valla. Mos shif mua, gjinisht shif ekranin do duket shumë bukur. Po. Shif ekranin, jo po kokën nga ekrani drejt. Ekrani atje. Bukur. Gjinisht, problemi është ky më valla. Pse Rama nuk takon Netanyahu, ka të vështirë? Pse takon presidentin, që është një figurë honorifike? Është figurë më problematike Netanyahu. Pastaj mos harroj gjë, ishte presidenti Herzog i cili vizitoi Shqipërinë, harrove vitin e shkuar. Po e di. Ç'vitin e shkuar? Vitin e shkuar ishte vizitë çuditshme. Tani më ishte fillim. Po më thuaj diçka tjetër. Çfarë produkti pat kjo vizitë më? Për të marrë një çmim. Dhe del me atë fotot e famshme, lironi këto pengjet. Ai që po i vret pengjet e vërteta është që Hamasi bëri atë që bëri në 7 tetor, një akt terrorist dhe ne kemi thënë pogrom. Po nuk është organizatë terroriste Hamasi. Nuk është organizatë terroriste. Po më kam qëndrimin tim tani. Është rezistencë. Po le ta shpallim, po edhe Bin Laden është shpall terrorist, sa probleme kanë këto pjesë. Ç'si kam në kohë që është shpallur, pastaj nuk është. Tani është rezistencë popullore, nuk e thot asnjë më bot fjalën terrorist për Hamasin. Pse? Po 1 minutë. Po ja ta çoj deri në fund. Sepse ajo që bëri Netanyahu me 60.000 vrarë, ku 70% janë gra dhe fëmijë, që të gjithë civil bie komplet teza. Në qoftë se luftën do kishte bërë me Hamasin, do kishte vrarë njerëz të Hamasit, ushtarë të Hamasit, do ishte tjetër bisedë sot. Ajo që është bërë në Gaza është një krim kundër njerëzimit, çani. Kryeministri është i pandehur në gjykatën ndërkombëtare. Ky s'mund ta takoj. Profesor, fakti që në një territor. Opa, erdhi një miz tjetër. Vajte Gjinishi. Gjinish vraje që ke një miz të madhe mua atje. Vraje pak. Nuk e vret, ë? Po do na ri këtu na tani kjo. Logjikisht, fakti që në një territor kryhet gjenocid nuk e mohon faktin që mund të jetë efekti tarifave. Ndoshta. Janë çorientuar. Profesor,
Për ta nisur nga fundi për ta çuar në fillim. Fakti që në një territor kryhet spastrim etnik apo gjenocid nuk e mohon faktin tjetër që në këtë territor mund të ketë një organizatë terroriste. Patjetër, pra nuk e pamundson. Po nuk është ky rasti. Kjo nuk ka pamundësi. Pra është organizatë terroriste apo jo, Hamasi? Jo. Për mua është. Po pra. Për mua është. Tani, çdo të thotë organizatë çlirimtare. Ore, çfarë terrorizmi ka bërë? Fal. Sebastian, të lutem, do jerim. Çfarë terrorizmi ka bërë Hamasi, ma trego pak. Debati terrorizmi ka bërë. O, gjinisht, më fal, ju lutem. Mori pengje, mori 250 pengje për t'i këmbyer me 3000 pengje që i ka marrë Izraeli. Janë 3000 vetë civil që qëndrojnë me vite në burgjet izraelite pa vendim gjykate. Dakor? T'ja përgjigje. Dhe fal, ti nuk mund thuash tani është terrorist se vret 1000. Zotri. Gjinisht, Sebastian, të lutem. Sebastian, një sekond. Mua nuk më intereson që ne sot, ju të dy domethënë, të zgjidhni problemin e Hamasit. E qartë, për Sebastianin dhe për mua, Hamasi është organizatë terroriste, përgjithësisht nuk është organizatë rezistence. Tani një sekond. Nuk është ky debati sotëm. Debati sotëm është kuptojmë Ramsin, vlla. Ramsi, sipas teje, Sebastian, apo e bën këtë punë, pra shkon në Izrael, merret dekoratën, por nuk është ky qëllimi. Thotë që Hamasi është organizatë, pak a shumë organizatë naziste, krahason me nazistët e tjerë, dhe s'mund të ketë paqe me nazistët, thotë. Pa del hapur fare, kupton? E bën që t'i afrohet Trumpit, apo ka ndonjë arsye tjetër që ne nuk e dimë. Ne thjesht ne sot kemi na lejo të spekulojmë, vlla. Ti s'më le ta mbaroj, po s'ka problem, vazhdoj. Edhe një tjetër e vazhdoj pasi ta mbaroj Sebastiani. Sebastian, ja, mirë, atëherë do kthehet gjinishi pa. Mund t'i bëja përgjigje kësaj pyetje, s'më intereson fare të merrem me gjëra të tjera, vlla. Vetëm që me katundin këtu. Për kuptuar këtë njeri. Një gjë është e sigurt që ky nuk po vepron për zgjedhje. Hamasi, Izraeli, të dalë sot në krah Izraelit, ka përshtypjen se është më shumë anti-elektorale. Jemi një vend me mbi 50% të popullsisë muslimane. Je dakord me mua? Sigurisht. Bukur. Atëherë, marr nga kjo premis, për çfarë e bën vlla? Nëse s'është Trumpi, nëse s'është ideja të kapit Trumpin. S'pari një herë le ta shohim nga takimi i cili është i zhbalancuar sepse kemi kryeministër me president, nuk kemi kryeministër me homolog. Okej, kjo është protokoll. Kjo është e para. E dyta, Aleksandr Mishković ka është, ose u nda nga jeta, një miliarder hebre nga Kazakistani, i cili negocioi për takimin që pati Rama herën e parë me Hercogun, ku i tha "Hello my brother Edi". E dyta, me rabin të ndryshëm të rëndësishëm ndërkombëtar, Rama ka lidhje shumë të mira. Shumë me 2-3 rabin të rëndësishëm në Evropë dhe në SBA, Rama ka lidhje shumë të mirë. Në krahun tjetër, ajo që unë kuptoj nga ky takim është Izraeli, pavarësisht se duket sikur këtu nuk ka një lloj pushteti, është vend shumë i rëndësishëm dhe ka pushtet. Sigurisht, në Shqipëri. Ne kemi aleancë. Izraeli ka pushtet në Amerikë, valla. Bën ligjin atë, jo më këtu, në Katund. E lejnë ato, po te nga krahu tjetër bën pak më shumë. Atje të lejnë vetë ato. Jo, të lejnë vetë, jo. Ta hapin shumë se çdo vend tjetër. Ta hapin derën. Atje janë ata. Ta hapin derën sa duan ato. Në këtë kuptim, ajo që shoh unë është, duke qenë se nuk ka një lidhje të drejtë për drejtë me administratën Trump në nivelet më të larta, po troket në derën e Izraelit që është shteti i 51 amerikan. Pra ky është qëllimi. Kjo trokitje, sepse këtu të ta mbyllun. Kjo trokitje në derën e Izraelit, tani duhet të shohim një gjë. Çfarë halli ka? Sepse dhe ato pak votat. Nuk është kapi Trumpi voti, ka një hall tjetër. Po pra, ka një hall personal që po shkon dhe po i thot, më gjeni një derë për të shkuar atje. Se nuk po shkon kot. Dhe është normale, dhe unë po të isha ato do bëj. Sepse përpara zgjedhjeve, duhet kuptojmë edhe atë që the ti. Ka disa këtu të cilët mund të kishin qejf, dhe në fund fare thonë, jo, thot nuk ta jap votën. Po 1000 vota janë 1000 vota, 2000 vota janë 2000 vota kur je një muaj përpara zgjedhjeve. Unë e kuptoj të folurën që ti bën atje dhe i thua është naziste, terroriste, kështu ashtu etj etj. Kjo është një folur diplomatike. Diplomatike se çfarë? Diplomatike s'ka fare, s'ka si diplomat boll që ta bëj këtë. Tull më shumë se kaq. E ka çuar më tej Berisha. Të as vetë Netanyahu thotë që ata janë nazistë. Berisha e ka çuar më tej retorikën, ka akuzuar Iranin nga Izraeli. Veliaj i vuri rruga Ukraina e lirë përballë ambasadës ruse. Pra këta janë çik si lejfenist, po ta themi në një lloj mënyre që te kalojnë normën kur i jepet një detyrë. Pra shkojnë më tej se ç'duhet në këtë mes. Në këtë aspekt kjo nuk është një lloj diplomacie serioze, siç tha Trumpi
atë të vetën. Do më thënë kemi kaluar në diplomaci bilaterale, jo në atë kuadratin klasik që kemi parë dikur. Pra, ajo që unë mund të shoh në këtë mes është kjo. Çfarë halli ka në këtë moment kryeministri ynë, i cili kërkon një kontakt të drejt për drejt në administratën amerikane, po i bie pragut që të dëgjoj dera. Kjo është pyetje që unë. Këtu jemi në të njëjtën edhe një fjali të them. Ishim me të njëjtën linjë bashkë. Çështja është çfarë do ofroj ky që të hapet dera? Çështja e palestinezëve. Se di, këtu s'flas dot. Gojët e Liga thonë që Ramsi, po këto ka njerëz që e besojnë, ka njerëz që thonë është budallik. U thjesht po e them për debat, për qef. Ka vite, ka tashmë vite që nishe kemi thënë këtu në studion, me ty, me shumë personazhe, që Ramsi e duan se duan vlla në këtë vend, e urrejnë se urrejnë, e urrejnë apo e dashurojnë, është pjesë e klubeve shumë të ngushta, njerëzish që vendosin në këtë planet. Dgjoj, mendimi im çan. Frit, kjo është deri në sot ka shumë njerëz ka funksionuar. Ka funksionuar. Çfarë ka? A është bllofi ti që do të krijoj këtë narrativ që të tjerët ta thonë këtë gjë apo jo? Kjo ende nuk dihet. Çani, kjo të mbash 2 kuj në një sqetull apo 3 nuk mbahen dot. Dgjoj, më fal, të marr vetëm 2 minuta. Po jo, ti zomash do 2 minuta se unë tani kam orar detyrues. Okej. Të kërkoj ndjes, sepse pa merak. Para se ja fjalën Gjinishit dhe pastaj prapë sepim për këtë çështje, bëjmë një xhiro radio në Dorelan sepse kemi lajme të reja sonte nga Dorelani. Shikoni dashur miq, shikoni se ç'ndodh te Dorelani. Po ju them tani më njëherë. Kemi lajme të reja që na vijnë nga Dorelani, miq. Ja ku është. E kam këtu, ti mos gaboj. Dorelani po prezanton, shikoni koleksionin e ri të krevateve dhe deri në 27 prill prezantohet oferta Lancio. Lancio është italisht Lancio, do të thënë sa për them Lancio Sebastian. Lancio, do të thënë Aledio Lancio. Është prezantimi, lëshimi, prezantimi. Jo, Lancio nuk është prezantimi. Lancio është lëshimi pra. Jo, nuk është ndryshim. Jo. Lancio është kështu pra kur e shpall një gjë. Shpallja, kupton? Lancio, çdo dyshek dhe krevat me zbritje deri në 50%. Gjithashtu ulje speciale dhe produktet e vitrinës. Fiksojeni mirë. Është programi oferta Lancio. Deri në 50% ulje për krevatet dhe dysheqet. Mund të shkoni me urgjent nesër ulje speciale dhe për produktet e vitrinës te Dorelani. Tani ç'është Dorelani për gjithë ju që vrini për herë të parë dhe nuk e dini. Miliona njerëz e dinë, po ju ndoshta nuk e dini tani se mund të ketë nga ju që vinë tani sefte. Dorelani është një supermarkë italiane me mbi 55 vjet eksperiencë, mbi 2000 lancimi është Lancio, po lancimi. Edhe kjo nuk është thjesht po çon si ka lancim. Mbi 2000 dyqane në gjithë botën, tashmë dhe në Shqipëri e gjeni ose në autostradën Titan-Durrës tek ajo qendra Prestige Home, në kilometrin e 12, duket nga autostrada, ose gjeni rruga Vajës, duke dal nga Tirana, rruga Vajës, ke parasysh ai kompleksi i famshëm Deliorgji aty do tullat si të kuqëremta kështu. Dhe fiks përballë Deliorgjit bam është Dorelani. Urgjent do gjeni super çmime. Për gjithë ju që vuani nga dhimbjet e shpinës, të qafës, të kurizit, te Dorelani do shpëtoni nga dyshekët Dorelan. Urgjent, mos nguroni, Dorelani është një supermarkë italiane me super standarde, siç janë italianat pa parë. Dormire bene. Kujdes, Dorelani për vështirave te jep dyshekun ta bash 30 ditë në shtëpi dhe pos pëlqeu ta kthesh prapë. Kjo s'do të tek do bie dashuri, por çon si ka. E ke edhe këtë mundësi. Dormire bene, vivere meglio, pra të flesh mirë, të jetosh më mirë, ky është slogani. Bravo Dorelan. Krahasimi që bën dhe rikthehemi në studio, krahasimi që bën Edi Rama mes Hamasit, rikthehet titullin e ekran radio, mes Hamasit dhe nacionalsocialistëve, pra nazistëve, të Hitlerit, është jo vetëm historikisht i pavend, por edhe teorikisht i pa kuptim, më shkruar një diplomat. Hamas është një lëvizje islamiste me rrënjën e një konflikt territorial dhe politik.
Ndërsa nazizmi ishte një ideologji totalitare e bazuar në racizëm biologjik dhe supremaci shtetërore. Nuk kanë lidhje në origjinë, thot, në strukturë, në mënyrën si ndërtojnë pushtetin, apo si e konceptojnë shtetin dhe shoqërinë. Është pak a shumë si të krahasosh një regjim industrial me një grup paramilitar të decentralizuar. Gjë se që ka perl ky mesazhi. As metodologjia nuk përputhet. Një krahasim i tillë nuk qëndron as në logjikën më minimale akademike. Zoti Rama duhet të ndjek një kurs hyrës në shkenca politike ose të paktën të lexojë një përmbledhje serioze për totalitarizmin dhe fundamentalizmin. Me nacional-socialist, më nacionalist është Rama dhe PS, kur ja marrin tokën pronarëve dhe ja jep shokëve investitor strategjik. Pyta. Diplomat është ky, po. Pak dhe ishtë ato ndjej më shumë mungesën e leksikut të Ramës. Çfarë për dhe diplomati huaj, është diplomati huaj që marrin në Shqip me IA, kupton? Se gjuhën që flet ai unë nuk e flas. Është perle përpara. Ka një gjë, duhet kuptojmë një gjë. Ne lexoj prapë se më pëlqeu shumë. Lexoj edhe një herë, shumë e bukur. Se njerëz nuk kuptuan. Dëgjoni me vëmendje, dëgjoni, ja kjo është kritikë që edhe pa ofenduar, por duke thënë të vërtetën, e kupton? Sigurisht. Shko sa bukur më burr. Çfarë perle ai. Se jemi duke folë pikërisht për këtë, pra që Ramsi nga Izraeli e krahasoi Hamasin me nazizmin. Krahasimi që bën zoti Rama, thonë, mes Hamasit dhe nacional-socialistëve, ka fjalën për nazistët, se Hitleri ka qenë nacional-socialist, pra i majt. Është jo vetëm historikisht i pa vend, por dhe teorikisht i pa kuptimt. Hamas është një lëvizje islamiste me rënjë në një konflikt territorial dhe politik. Ndërsa nazizmi ishte një ideologji totalitare e bazuar në racizëm biologjik dhe supremaci shtetërore. Nuk kanë lidhje në origjinë, thot, njëra me tjetrën. Në strukturë, në mënyrën si ndërtojnë pushtetin apo si e konceptojnë shtetin dhe shoqërinë. Është pak a shumë si të krahasosh një regjim industrial me një grup paramilitar të decentralizuar. As metodologjia nuk përputhet. Një krahasim i tillë nuk qëndron as në logjikën më minimale akademike. Zoti Rama duhet të ndjek një kurs hyrës, më shkruan diplomati huaj, në shkencat politike, ose të paktën të lexojë një përmbledhje serioze për totalitarizmin dhe fundamentalizmin. Më nacionalist, më nacional-socialist është Rama dhe PS, thot, pra është më shumë ky Rama nacional-socialist, dhe partia e tij kur ja marrin tokën pronarëve dhe ja jep shokëve investor strategjik. Tani sigurisht, unë nuk pres ju të gjithë ta kuptoni këtë që u lexova dhe që më çoi ky. S'ka problem, kupton Rama. Kjo është për mendjet e ndritura që nuk duan të vdesin budallënj. Kaq e thjesht. Kush e kishte fjalën? Ta mbyll. E kishte jo, e mbaroi Sebastiani më duket. Jo, unë Jo, tani e kishte. Urdhë Sebastian, se më pëlqen shumë kjo momenti jot i dilemës që vetëm ta them. Do se më zgjidh kemi, hajde. Jeti. Domethënë, e nisa me atë që dy kunguj në një sqetull nuk mbahen, që do të thotë. Rama deri tani ka vërtetuar që ka mbajtur treta, do ta them këtë gjë. Dakor, por nuk është kaq, nuk është se mund t'i bien tani deri 11 maj. Edhe kur i bien, faktorët ndërkombëtar që ka patur Ala deri tani ka thënë i kanë në sqetull akoma. Ja kanë legjitimuar. Me i flatë të jeta dëgjojmë cila është... Jo, nuk është e njëjta lojë midis Greqisë dhe Turqisë dhe Izraelit. Nuk është kaq e thjeshtë. Pra, me Turqinë i ke këtu fqinj, i rregullon ca punë, ca i prish. Me Turqinë e ke atje pak më e fuqishme, pak më me zde etj, i rregullon ca etj. Tani ky do të hyjë dhe është një herë këtu në mes. Tani do të hyjë edhe atje në mes. Është reagim në njerëzve për diplomatin. Thua diplomatit i bie shkurt që do të thotë zoti Rama ja futi portës në Izrael. Çfarë perle, po ja. E shkon si e përkthen populli. Hoj po lloj është brillant. Pra e kuptoj. Pra e kanë kuptuar. Bie shkurt vllai, ja ka futur portën në Izrael. Jemi Sebastian çfarë perle. Në këtë aspekt, ajo që unë domethënë e kuptoj atë që do të thotë ai kryeministri atje. Ne jemi vend me shumicë muslimane dhe ka një ajet kuranor që tani ti e di më mirë se mua, por po më lejo ta them unë, kush shpëton një jetë ka shpëtuar gjithë botën. Ne kemi shpëtuar mira hebrejnë dhe kemi qenë vend me shumicë muslimane dhe mbetemi vend me shumicë muslimane. Sepse Islami është fe e paqes dhe ju e dini. Kemi shpëtuar mira hebrejnë? I kemi shpëtuar me vërtet. Jo, mos është mit pyetje. Jo, është sa. I kemi shpëtuar. Dhe i kemi shpëtuar edhe në këtë në atë kohë Rama s'ka pas lidhur fare. Nuk është fare produkt i Ramës e. I shpëtuan ato që ne i quajmë kolaboracionit sot. Ose por ajo që mua më vjen, është e vërtet. Në atë kohë ne kemi qenë disa shqiptarë që manin hebrej. Sot kemi një qeveri
që shqiptarët i nxjerrë jashtë Shqipërie. Po pra, po të Dhe them, nuk bëhet dot ky lloj krahasimi. Ne nuk e rregullojmë dot botën. Por ne mund të ruajmë nderin. Ti, por Ramsi nuk mendon ashtu. Dakord, edhe E thot vetëm mu më e bëjmë. Ai ishte plot të fuqishëm. ruajmë të paktën nderin e të qenë në lartësinë e humanizmit. Bombardimi i Gazës është një akt njerëzor, gjenocidal dhe krim kundër njerëzimit. Le mos i rikthehen prapë se i tham. Po pra, Po cila është thelbi i idesë tënde, këtë më thuaj. Thelbi i idesë time është ky. Si ka mundësi që ndërtohet një ligjërimi i atill, Narrativ, po? narrative atill, që ligjërohet çdo lloj gjëje që thot kryeministri, pra legjitimohet çdo lloj gjëje, në krahun tjetër nëse ti thua që bombardimi i Gazës është shfarosje, ti do quhesh ose islamist ose komunist, një nga të dyja. Pra o do jesh ekstremi majt, se në Amerikë kapin si ekstremi majt, si deep state, ku dëgjon çan këto tani që po thon tani për këtë lloj gjërash, ose do quhesh islamist. Mund të jesh edhe thjesht njëri që je kundër vrasjes së të tjerëve. Pra Norman Flickenstein dhe shumë hebrejnë të tjerë. Vetë mediat në Izrael, Haaretz, e shumë media të tjera, thonë shumë gjëra të cilat ne në opinionin publik, me këtë elit e cila jeton këtu mes nesh, Nuk guxon ti përmendit. Nuk guxon ti përmend. Them se kjo është dëshirë. Jo, është vërtet. Është dëshirë. Mediat kanë një demokraci, liri fjalët Kjo tregon sa të kompromentuar moralisht jemi ne. Mirë, pra në rregull. Ne kemi kompromentim moral. Po ta lëmë morale, të shkojmë te raporti i forcave. Ky planet ka qenë i populluar vetëm me luftra ku janë vrarë dhe janë prerë njerëz vëlla. Po shqyrjet. Pra ky diskuri që thua ti, nuk jemi kundër mo. Dakord jam. Po, problemi është a mund të ishte ky planet ndryshe, pra a mund të funksionojnë humanët ndryshe? Po kam funksionuar dhe funksionojnë. Asnjëherë kemi qenë gjithkohë në luftra, te kemi thënë. Jo. Ja ka funksionuar, ai të përmendi Perikliu. S'ka lidhje e pjesë. Ato krijuan qytetëri më i dashur. Ka që shikoj. Krijuan standarde. Me çmë kanë mësuar historianët, ky planet, pra humanët, kanë qenë historikisht luftë, her pas here kanë pas dhe pauza në paqe. Patjetër, lufta dhe paqja është gjendja normale është lufta. Ne po them që analiza jote është shumë interesante. Gjendja normale është lufta. Është dëshira jote, pra është. Është dëshira jote. Jo, është pjesë e humanitetit njeriu. Dakor. Po çan. Njeriu duhet të tanojë kjo pjesë. Këtë na mësojnë vetë amerikanët. Për shembull, një profesor i cili flet mbi këtë është Eduard Saidi, që ka një libër që quhet Orientalizmi. Ka dhënë mësim në universitetet amerikane. Çfarë thotë ai? Gabori që është hebre vetë, i cili flet të ka qenë vetë në kampet naziste. Dakor, më këta janë pacifistë, kjo dihet. Nuk janë thjesht pacifistë. Po çfarë janë? Janë humanistë. Është njeri, është njeri. Është njeri, po jem dakord. Po këtë njeri ti që e thua me kaq buzëqeshje, valla. Çfarë di njeriu më tani, se ky është një mohabet filozofi po më bash. Mos e di njeriu ndonjë krijesë pozitive, ai është më shumë negativ se pozitiv njeriu, dhe kjo dihet. Ta mësojnë shumë të filozofë. Ja, nuk është kështu. Urdhë? Brenda njeriut janë të dyja gjërat. Bravo. Varet se kë ushqehet. Po, bravo. Dhe ky ushqen këtë pjesë. Po, ne kemi 80 vjet në këtë kontinent që jemi paqe apo jo? Po. Është konsiderohet si periudha më e gjatë e paqes. Jemi dakord apo jo, Sebastian? Po, e vërtetë është. Tani, ne do shohim, kjo është ekcepcion, pra është përjashtim, apo do vazhdoj kështu? Përjashtim është. Atëre, çfarë ti bëjnë këta njerëzit që më flasin për humanizëm, që s'duhen vrarë tjerët e tjerë? Jemi dakord me këtë. Problemi është që s'mund ndodhi ndryshe. Nuk mund të ndodhi ndryshe. Pra, njeriu ka lindur për të bërë pauza të vogla qetësie, por në fakt ka lindur për të vrarë tjetrin. Se vetëm kështu mbijeton. Jo. Tani më fali sekond. Si jo. Mirë, ja një. Mirë, okay, mirë. Tani futu e gjuha e drujt. Okej, jepi, dakor. Gjuhën e drujt fare. Dakor. Unë po sikoj luftrat më vëlla. Jo. Si them që kjo është për te nesh. Jo, po ti legjitimon vetëm të keqen, bro. Jo, fare. Të thua, njeriu ka lindur për të bërë luftë. Nuk është e keqe ajo. Jo, po legjitimon vetëm atë pjesë. Po është dhe pjesa tjetër pra. Po pjesa tjetër ta thash. Shumë e shkurtër. Në gjendje natyrore, hominus lupus est. Njeriu për njeriu është ujë në gjendje natyrore. Se çka kam dyshuar sot. Tani. Këtë po pyes pra. A është njeriu për njeriu ujë në gjendje natyrore? Ka dhe një test tjetër. Si s'është? Më shumë shqiptare. Po është më ujk. Rilindasi për rilindasin është ujk. Kjo është sapo ka filluar. Pas daljes. Ky e kontraktizon gjinushi. Tani nëse si e uli ne ishim nëse mund ta them po sigurisht do ta se më hiku shumë ajo pjesë. Shiko, unë kam përmendur por ta mbyll se vajona 11 unë kam përmendur edhe herë tjetër Çani. Hannah Arendt është një nga personalitetet e botës hebreje dhe unë do qëndroj te Hannah Arendt për të jo hebreje është ndërkombëtar. Po pra, John de Brezlla. Patjetër. Më erdhi anti-argumenti për diplomatin. Po. Për shëndetje zoti Çani. Jap se diplomati e ka gabim. Krahasimi mes Hamasit dhe nacionalsocialistëve të Hitlerit që bën zoti Rama është i bazuar.
Të dy janë ideologji totalitare që ndërtohen mbi urrëtie racore. Antisemitizëm të deklaruar, glorifikim, po mos ndërpreta glorifikim të dhunës dhe udhëheqjes absolute. Nazistët kishin zgjidhjen përfundimtare, në thonjza, si koncept. Hamas ka thirrje të hapura për shkatrimin e Izraelit. Të dy e shohin eliminimin e tjetrit si shpëtim historik. Konteksti ndryshon, por struktura ideologjike është alarmueshëm e njëjta. Të mosh këtë është të relativizosh rrezikun. Por do të kundërshtohet. E para janë dy pika pra. E para njëherë që Hamasi nuk ka shans që të jetë antisemit se janë vetë semit arabët. Ja, antisemit është në kuptim tjetër. Është ka kuptim tjetër edhe. Lutem mos lëmë këto se s'kemi kohë gjinisht. E përdorim kuptim tjetër. Mos ta lodhën tash, s'ka kuptim tjetër. Semitizmi ka vetëm një kuptim, zotri. Mund ta them, mirë, atëherë përdoren në kontekst gabuar. Edhe një herë. Antisemit do të thënë anti-izraelit, pra tani semit janë ata. Gjithë popujt semit janë aty tani. Diplomati edhe një herë. Jemi dakord. Diplomati ishte super korrekt. Por marrësh fjalë bien dakord. Je kundër këtij patjetër pra. Këtij që në këtë rast po justifikon, po është dakord me Ramën? Je dakord? Patjetër. Sepse Rama ka i problem të madh. Si mund të jesh dakord pra me dy gjëra? Nuk jam dakord. Jam dakord dhe me të parën dhe me të dytën. Më fal, të thash jo për burit. Pra shikon që e vërteta ekziston spjetil vetëm. Dhe unë ta nisa. Si filloi. Urdhë. Dhe unë ta nisa. Hannah Arendt thotë kështu. Vrasja e keqardhjes njerëzore dhe është një hebre e njohur në botë. Vrasja e keqardhjes njerëzore është shenja e parë e rënies në barbarizëm. Ky është barbarizmi i Ramës, nuk është barbarizmi i botës, sepse bota dhe Europa ketë mbushur sheshet për humanizmin, në aspektin human. Jo, nuk ka lidhje me Hamasin, në aspektin human me atë që ndodh me civilët në Gaza. E vërteta çani është kjo, që duam apo s'duam ne, dhe këtu fiton çani, dorëzohen. Rama është prototip i shëmbulltyrës së pjesës keqe njerëzore. Ashtu si kurse ka njerëz pafund çani që mund t'i shkelesh me këmbë rrugë, ato nuk din të bëjnë keq. Kurse Rama gjithmonë rreshtohet me agresorin, me të fortin, me të egrin, me bandat. Kjo është historia. Kjo është historia e rilindjes. Edhe ti mendon se është duke bërë keq? Sigurisht që po bën keq. Pse? Sepse ka marrë gjithë Shqipërinë dhe gjithë popullin shqiptar dhe i përdor për interesat e vet. Dhe kush është e keqja këtu? Sigurisht që kjo është e keqja çane. Se është e keqja kjo? Kjo është fuqi zotri. Sepse kjo është power. Nuk është power, jo, sepse kjo është power. Sepse do ta shohim kush ta do ta legjitimojë. Në momentin s'ka një power nga ana tjetër, ja bën shumë mirë. Po pra po, në momentin që nuk do ketë kush do t'i certifikojë këto lloj sjelljes, do ta shikojmë pastaj ne. Ta shohim. Deri tani e kanë certifikuar. Ta shohim. Miqtë e tij. Ja ta shohim. Dhe prandaj po bredh. Ta shohim. Si ato miq në përshkret të tjerë atje duke takuar Erdogun aty që gjej lobije të tjera. Po do të kuptojmë pse këta miq se dikushëm, pse këta miq do bëhen një ditë armiq me ta. Do ta kuptojmë këtë gjë ndërkohë. Çka ka ndodhur? Ti mendon se do bëhen se ky ka marrë gjithë pushtetin në Shqipëri dhe thotë që Hamasi është, jo. Sigurisht. Pra duhet që të prishen për diçka tjetër. Për një pazar që s'ka funksionuar. Pra gjinish kujdes, dhe ata që do i thonë nesër zotri, ti po shkel demokracinë e leshit, dakord? Ka diçka tjetër pas. Pra ata nuk është se i prekupojnë për demokracinë. Ju ka prishur gjë tjetër. Ore aeroporti